Në bibliotekën Skënder Luarasi në Ersek është çelur ekspozita Kujtesa e shtypur, një paraqitje historike e shtypit shqiptar nga viti 1883 deri në vitin 1944, nën kujdesin e studiuesit dhe koleksionistit Niko Kotheria. Në këtë ekspozit janë paraqitur botimet e hershme, materiale arkivore, ilustrime dhe element grafik që dëshmojnë zhvillimin e shtypit shqiptar dhe përpjekjet e para të publicistëve për të mbajtur gjallë fjalën e lirë. Janë të ekspozuara me dhjetra tituj të ndryshëm të cilët kanë qenë pjesë e realitetit mediatik të shqiptarëve të asaj kohe, duke filluar nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë, duke vjuar në shtete të tjera, siç mund të jetë Italia, Greqia, Serbia, Franca, Turqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe deri në Indi, ku kemi një prej numrave të botuara nga shqiptarët e asaj kohe në mesin e viteve 30. Është një ekspozitë të cilën janë faktorizuar edhe botuesit kolonjar, të themi kryeredaktor ose drejtor organe shtypi, siç mund të ishin Qiriazët apo Konica Noli, Kristo Luarasi, Sotir Gjika dhe personazhe të tjerë, të cilët kanë botuar periodik të ndryshëm në këto vende të ndryshme për sa i përket Evropës apo megjithse aq. Përmes kësaj ekspozite, vizitorët kanë mundësi të njihen më nga afër me sfidat e censurës, rolin e shtypit në formësimin e identitetit kombëtar dhe ndikimin që ai ka pasur në ndërgjegjësimin shoqëror. Po shikosh dhe lëndën që ata kanë trajtuar e kupton forcën e rilindjes, forcën emancipuese të këtyre penave që e kanë nëpërmjet brumit të dijes, brumit të kulturës, brumit të traditës, e ndërtuan idenë tonë kombëtare. Kolonja është gjithmonë një surprizë, dhe të shohësh për këtë etje, për dije, për informim, për mendim, për fjalë, për vendimarrje, për zgjim të kolonjarëve, unë mendoj që nuk ka një hapësirë tjetër në Shqipëri që të vendosur në atë kohë, në atë rrethant, të jetë kaq e bukur dhe kaq charmante. Ekspozita do të qëndrojë e hapur edhe në ditët në vijim, duke u ofruar vizitorëve një mundësi të veçantë për të njohur me kujtesën dhe trashëgiminë e shtypit shqiptar ndër vite.